أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد Allahu në falenderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë kënë Allahu subhanahu wa ta'ala udhëzon në rrugën e tij të drejtë nuk ka kush që humb, ndërsa të cilën e lën të humbur nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet krijesës më të mirë, më të dashur të Allahu subhanahu wa ta'ala, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre të cilët ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Lënë radhë parë, ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutë Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minutat që do të kalojmë së bashku, Allahu t'i bëjë të bereqetshme, të begatshme, dhe kur dalim para tij na peshojnë peshorën e veprave të mira. Ashtu do të thotë qysh e kena edhe lajmëruar në për rrjetet sociale edhe në grupin e xhamisë që është. Sonte inshallah taala do të flasim për një ngjarje të rënditëse që ka ndodhur në historinë islame. Është një ngjarjeve që ka rëndit ummetin islam. Është vrasja e Omerit radiallahu anhu, vrasja e këtij burri të madh. Apo me i thonë më ndryshe, mundëm me i thonë edhe shahidi i mihrabit. Mihrabit dini është ai vend aty ku imami del dhe i prin muslimanëve, namazdive i prin namaz, mundë me i thonë lirshëm edhe shahidi i mihrabit, sepse është vra radiallahu anhu duke qenë namaz. Po tash inshallah taala do ta kuptojmë në mënyrë inshallah taala më të zgjeruar si ka ndodhur kjo. Mas parti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka jep një paralajmërim Omerit se ti kime ra shahid. Edhe dini o hadithin e kena përmend disa herë, hadithin e njohur kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ngrit e ka pas një lloj pusi të vogël apo një prock të vogël ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kohë pas kohë ka shkuar në Uhud dhe i ka fresku komt e tij, ka qit komt në tokë kanë ndajt. Tash mundesh me paramendu kush e ka vizituar Medinën edhe e din vapa e madhe e Medinës, ai ti na mpej që të javë sot ka 32 temperatura. Ju betonan Zoti kur jam dal pak para drekës, më jep ke përshtypje që ekziston kurkush këtë qytet. Kur dola çatëra dhe mbasi që ndisë kom në një kohë kur dal me hec, aty fushti se ekziston kush. Pse vapa e madhe këtë lypin një freski ikin audhan. Tash para mendo këto 32. Po atje që 45, 49 par djekon, po 49 ish do të thotë temperaturat. E po që të njeriu ka nevojë me shku me u fresku diku. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në kodrën e Uhudit e ka pas një vend ku ka shku. Një lloj procke, edhe i ka qit komt aty. Një ditë për ditëve ka shku aty, e kalon një sahabe e i boroje, pa prit po vjen Ebu Bekr radiallahu anhu, po lyp leje, po shkon pe pyet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jepi leje Sidikut, edhe vjen Omeri, Ebu Bekri. Pas pak vjen Omeri, lyp leje, thot jepi leje edhe Omeri, thot përgzej me xhennet. Ashtu edhe Ebu Bekri në herën e parë. Edhe këtij tha përgzej edhe këta me xhennet. Edhe det vjen. Kur pas një kohë aty qëndruan, u dridh kodra e Uhudit. Se e harova dhe kanë? Othmani radiallahu anhu. Se mbas një kohë e Othmani. Tha, jepi leje dhe Othmanit, tha e përgzej dhe ato me xhennet. Edhe le të jenë edhe Othmani radiallahu anhu ulen aty. Për një moment kodra Uhudit u dridh. U dridh kodra Uhudit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha, udhbuti tha, qëndrohu tha. Se nuk është për mbi ty vetësinë e pejgamberi Allahut, Siddiku për Ebu Bekrin, edhe 2 dëshmorët, 2 shahidat për Omerin edhe Othmanin. Kem me kuptu, inshallah, nëse të krym Omerin, kem me vazhdu me kanë me Othmanin radiallahu anhu, kem me kuptu edhe Othmani si ka ra shahid. Kjo ka qenë një prej
paralajmërimeve që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka jep Omerit radiallahu anhu edhe Uthmanit njëjtën kohë. Ky hadith në Sahih al-Bukhari, hadithi është i vërtet. Është në koleksion Imam Bukhariut. Pastaj Omeri radiallahu anhu dashurit e mi një javë para se mu therë, një javë para se me vëra Ebu Lu'lu el-Mejusi, Allahu e vraft, që shijat e mallkum sot në atje në Iran, keni shkruje Kubbetu Ebu Lu'lu el-Mejusi, e ka vorin atje e kanë ata. Bile më thojnë me shku me bot tavaf të vorit ju, mas e vaf se me bot tavaf në qabe. Edhe llogarini për njerëzve më të mirë, pse se e kanë mbyt Omerin radiallahu anhu. Këto e shedë më thonë tani janë nis dikush me diskutua atin, a jon musliman ata si jon me çka musliman mi bota? Me apo çefin tjerë vase jon do si xhallar dolën edhe me apo çefin tjerë. Çfarë me çet Kur'an jo pa shamandinë e Zotit jo. Jo pa shamandinë e Zotit jo, ata dhe Islami sikur se lindja e perëndimit çka kanë të bëjnë. Edhe mos me hitash në temë se s'është këtë tema jon. Omer radiallahu anhu një javë para se me u therë për Ebu Lu'lu el-Mejusit lanetullahi alej, ditën e gjumë hypin minber edhe në khutben e ti një pjesë të khutbes ja kushtoj një ëndër që e kish pa. Qa tha Omer radiallahu anhu? Inni ra'ejtu diken naqarani thalatha naqaratin wa ma arahu illa hudura ajali. Akhrajahu al-Muslim. Hadithi gjinë në koleksionin Imam Muslimit, ka hyp minber Omer radiallahu anhu, thot kompon ëndër se një gjell thot me çukiti me kaçepin e ti 3 herë. 3 herë. Dhe mendoj se mua është afru thot e gjeli. Omeri radiallahu anhu, kush e din, sa din mos të bojmë këtë në thot, ja jepim inshallah një hedije. Sa veti ka pas Omeri qëtu kër e ka thonë këtë qërë? Kush e din? Omeri ka pas radiallahu anhu, i ka pas 62 vjet, pak po i mbush, bilem disa thonë i ka pas 63. Mbas një javë i ka po 63 vjet radiallahu anhu, që në vjet kush ka vdek 63 vjeçar? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe tha, unë pe komentoj ëndrën time, këto të çukitmet e gjelit, jam të e po që mosh afru e gjeli. Si ndodhi do të thot vrasja e Omerit apo therja e Omerit. Omerit me i dol në 4 sy, s'ka mujt me i dol kush përpara. Leçin njerëz ju kanë tut edhe shejtanat. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vet ka thonë, këtu këtë po i dëshmojmë me fjalë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, o Omer, nuk kalon ti në rrugicë vetë se shejtani e ndron rrugën apo, nuk i vjen asaj rrugice. Edhe shejtanat kanë ikë Omerit. Unë e kom thonë kur e gol Medine para ljo ditash, po e sigurt ka 4 vjet po ndoket apo. Edhe pa ta bënë video me kaste dera e Omerit. Është dera e njohur, dera e Omerit në Medinë. E më pa të rëguni profesori jevi, tha, shijet sa s'kaloj ka e derë. S'kaloj ka e derë, kur hinë Medinë, në gjamit pejgamberit hinë ka 2 tjera, ajo ka e derë. Farë Allahu akbar, ta shqyra për Omerat, edhe i deku, ka dera Omerit, s'ku të i mera shejtanat, shkoj ka 2 tjera, sa Omer. Edhe kë indyt, Ebu Lu'lu el-Mejusi, që ka qenë Mejusi, zjarputist, e ka pas emnin Fejruz. Kunjën e ka pas Ebu Lu'lu. Ky Fejruzi, në luftën e Nahrawandit, kur musliman kanë fitu edhe kanë rënu tërësisht gati për rëndërim persianën atë kohë, në luftën e Nahrawandit e kanë marë, kanë zonë se cilë i robë. Një pej sahabeve Mughir ibn Shabe, radiallahu anhu, e kanë zonë për robë. Ka zonë në robë i Mughirës. Omeri radiallahu anhu
ka jep urdhën, ka thonë robët të cilat janë balighin, janë moshë madhore, s'vën me hinë Medinën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mughira ibn Shu'ba i ka shkru, i ka thonë Omerit, o Omer, e kam një rob, është mjeshtër i zdruktaris, është mjeshtër i farkataris, farkatar, edhe nakash i thonë, ai që shkruan në për shpata e kështu me radha, u thonë. Ka thonë mirë Omeri radiallahu anhu, se Mughira i ka thonë, unë besoj që i vyn Medinës, se këni njeri do më thonë që i vyn shoqërisë. Normal, zdruktari, farkatari, për fatkesh, dhe monin tonë këto jënë zanate, gati po thujtë të lomë bazdore, sa vëdhanë, ma jënë të nevojshme për shoqërinë. Edhe Omeri radiallahu anhu, kër e kuptoj, tha po, tha, dhe të vjen. E pruni Mughira janë Medinë. Thuhet se Ebu Lu'la taksën që jo duf me pagu për balë zotris vetë, në muj thuhet, ka arë në transmetime që i ka jep 100 dirhem. Thuhet 4 dirhem në dit, apo 2. Tash ka më spajtin të djetash, nuk qëmë pesh kjo, 4 a 2 aso. Po një dit ka arë të Omeri u anku. I ka thonë pronari jem, zotria jem, po më merë pare shumë, po më merë. Ndërmjet sa, që me mos me marë pi taksës shumë, ma pak me marë. Omer radiallahu anhu ka thonë, ittaqilla, ka në transmetim, frikojë Allahut, sillu mirë me pronarin tonë dhe kështu, ama Omerin njete ka pas me i folë Mughirës, po s'ka dasht me e thy dhe të atë pozitën e Mughirës, për bolë ti mi thonë, hajtë ti se jone. Ja, me rujtë, se edhe këto është një mësim tjetër që du të mja rujtë vendin njerëzve, po thonë. Një njeri që me pozitë, Mughira ka qenë governatori Omerit, në kohën Omerit atje. Ka dash me arrujt pozitën, ama njët e ka pas. E ka pas që, këta e ka kap, thuhet transmetim i nati edhe, ka thonë Omeri që drejtësia e ti për i prej krejt, e me mu së përbot i drejta, thuhet se ka nisën vetë e vetë me usilse me mbyt Omerin. Ama plot transmetime tjera, edhe ulemat që e kanë trajtu dhe thonë, i nati i tyre, që kanë pas për balë Omeri, se Omeri është ai i cili e ka rënu parandorim për sione. Që tati edhe e ki pa shijat, non stop folin keq për Abu Bekrin, Omerin, Othmanin, Aishen, Ebu Hurejrën. Pse për ta? Pse bash për ta? Po, kësë është tema jonë se kena me orë kur vim të Alija radiallahu anhu, besoj që kena mu zgjeru ma shumë me kuptu kush janë shijat, çka janë shijat, aty kena me shku ma gatë. Ndoshta nuk ka me zgatë si këto derset e Omerit, kjo është dersi i shtati i Omerit. Besoj që Alija kur vim, ka me shku begi gatë, pse? Se duhet me i trajtu disa çështje me kuptu mirë me ditë kush jona, që mos më pështil dikuj, pak kur ndodhi tash, e pave çka ndodhi pak me këto me Hurmuzin, me ja nisën do me dale, jana pas kanë mashtru hoxhallar për bollshijave. Ja Allah. Po marr parasysh me kodët që luftoi dhe Rafidit, ata mbesin Rafidi. Ama e nisën do atin që i kanë meselet e pështil të halos se kanë marrë veshën. Shumë më rëndësishme njeri me i ditë, me i kuptu drejt këto. Edhe Omer radiallahu anhu dashurit e mi, si ka ndodh ngjarja e shejdllokit Omerit radiallahu anhu. Omeri e ka pasa det dashurit e mi, kër o dalë namaz sabahit, edhe kjo është nështë një shuplak për neve hoxhallarëve, pa, du të bebo këto të vrejtjen, duhet kër është auton, i pari, unë e kofë shanton hi, e bojsha me shnet. Apo me thonë më ndryshe, Allah e gjef zhvetën hoxhin të përmisau. Omeri e ka pas atë dashurit e mi, kër hinë namaz sabahit, të në s'ka nevoj fort tu, se menzi buhem një saf, do shumë u pakon që buhem një 15 safa, ishtë duft kjo, apo të na letë, Ama Omeri e ka pas atë dashurit e mi, kër hinë namaz sabahit, i ka ndreq safat, pi deres kër hi është këtu i ndreq safat. Deri sa ka orë të safi i parë. Edhe kjo për sunnetit. Për sunnetit është, hoxha me dalë, nëse ka gjemat shumë, me dalë me i këshur safat, me i rështu se është më rëndësirë shkrimi i safave. Edhe Omer radiallahu anhu ka hi të ndreq safat,
kur i ka ndreq safat, kartë safi parë, e ka ndreq, ka dali imam dhe ka marrë tekbir. Kur ka marrë tekbir, e ka pas adet Omeri radiallahu anhu në namaz sabahit, dëgjeni, ka lexu surën Jusuf apo surën Nahl. Sot një hoqë, pak me bo me zot, sot që po më vjen keq që pe thëm, kanë nisë me ra dhe hoxhalard, tuke mëse përjashtu edhe vetën këto, ndikim disa xhamatlive, hoq 5 got, i ka zgot rëqun, i ka zgot namazin. Me bo me këndu hoxha në namaz sabajt një sfaqe e gjys, me njerë kur mas selam, kur isha të lëshu ajrë, me qëbim të lirë gjemati. Demek, para më do surën Jusuf, e ka këndu Omeri, surën Nahl. Abo Omeri para paksa e ka pasë një qëllim. Qëka konë qëllimi? Se ka prit desa të vinë gjemati, se në ardhë. Desa o pritësu. Edhe Omeri radiallahu ka dal imam, në reqatin e pare ka këndu herë surën Jusuf, herë surën Nahl, një reqat, falem, një reqat. Edhe desa në të bu njerëz. Kërë në të bu njerëz, këjnë dytë e Lu'lu el-Mejusi, para Omerit thuhet se ka hi mbrenda në gjami edhe o më shef. Mos me e pa musliman, se e kanë ditë që këj nuk është musliman. Po na po flasim për një kohë atër kur s'ka pasë ndryshim dashurit e mi. Nuk është si zemonian me drita, atër s'ka pasë ndryshim, nuk o marrë vesh. Fort kush është e tek është. Edhe, kur Omeri radiallahu anhu o lidh namaz, këj i ndyt ka shku, ka nisë me i qasafat, edhe ty qasafat, musliman kanë kujtu se s'po ka vend mbas, po donë me shku me dalë të imami. A regulli qështu? Ma artin në gjami, se disa po me hafin synë, kur vjen gjami, është gjamia spic, s'ka vend kur ku heq, që dush me boti tash? Mos mu fala? Jo, ku du të me dalë? Du të marrë të imami, nga të imamit. Edhe muslimant, sahabet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kanë mendu se gjamia është të mbush s'ka vend, edhe tash dikush po dhe me plotësu safin me dalë të imami, edhe kanë lënë shpirë. A i ka qa safat. Kur ka ardhur te Omeri radiallahu anhu, atëherë thot e ka godit Omerin radiallahu anhu me tri goditje. E ka bon një hanxher, një thik, do të thot hanxheri çfarë që ka qenë ajo farë thika çfarë ka qenë me dorës këto, edhe në 2 ond ka pas maje thikës, që shto është që sa i thojnë hanxhera u tanë. Sta që i poshit kër e ka godit, adi ka te godit mos mja huq. Thot e ka godit 3 goditje, 2 ka jep, thot Omerit radiallahu anhu, ja ka jep mbi kërthiz e një ndër këthiz. Kër e ka godit kështu Omerit radiallahu anhu, tash këtu ka muhabet, disa thojnë e ka godit 7 goditje, ka transmitime, po në tash nuk po du mu mdall në këtë detajet. Po kjo që ka është e njohur, do më thonë, është 3 goditje. Ajo që ka o përmend ndër kërthizë. Kjo, zotin arrujt, ndër kërthizë është me e rrezikshmja. Dhe në aspektin mjekësor me e marë, është me e rrezikshmja. Edhe, kër ka godit Omerin radiallahu anhu, edhe kë khabith, Omeri namaz të konë, kër e ka godit, kër e ka therë, ka thonë, Kateleni kelbun, mvrojti qeni. Mvrojti qeni, sahabet s'podin, ata në safë por, peshojnë që o ka bon, bura pa ishkush, Abdurrahman ibn Aufi. Ama ata në fund, ati s'podin që ka o bon, e për një moment për hubë zoni Omerit. Ata në basë përdojnë, subhanallah, demek, këndoa, që të ndodhë me ty, Omer. A s'podin që Omeri, po, është thera atje. Atërë ka orë në transmitim, Omer radiallahu anhu ka kap Abdurrahman ibn Aufin edhe ka qit imam. Edhe thuhet që Abdurrahman ibn Auf e ka marrë dhe ka lexu shpejt surën Inna atajnaka al-Kauthar. Mbasi e ka lexu do të thotë Abdurrahman ibn Aufi surën Kauthar shpejt i ka do të thotë për me kry namazin sa ma shpejt, surën Kauthar dhe surën Nasr, idha gja Nasrullahi wal Fath. Ama këj në 2 tu largu safat,
kanë nisë se sahabët e kanë pa që ata sidomos safi parë kanë dashur me marrë me kap me këshir kush kë. I ka thirrë do të thotë 13 burra. Prej tyre domethënë 7 kanë vdek. 7 kanë vdek. 7 kanë vdek, të tjerë kanë pështu. Në fund një sahabë kur e ka pa që ky kush pi afrohet për thirrë me ta, e ka marrë, ja ka gjujt një pelerin që e ka pas, ja ka gjujt në tërpadin. Kër ja ka gjujt atë pelerinë në këj sahabia, këj ndyti e ka pas që po dojnë me ronë ndurët mësëma, atër e ka marrë e ka mbyt vetën. Abdurrahman ibn Auf që thash e kryti namazin e këlloj surën Kauthar inna atajna kel Kauthar, edhe idha gja nasrullahi wal fath, u kry namazin e morën Omerin, edhe e morën me qu Omerin radiallahu anhu me njëherë në shpe. E shtin në shpe Omerin radiallahu anhu. Kër e shtin në shpe, gjaku i rjedhë të Omerit radiallahu anhu, se shkoj mu dopsu Omeri, o dopsu për gjakderdhes, atëre Omeri radiallahu anhu e morën e qunë edhe në shtëpin e ti, edhe pastaj thuhet se Omeri u kfil, pasi u kfil, i jepen avdes, e fali namazin, ama saru kfil ke se i biket fikt, dhe ke e sallu në nësa, u falen njerëzit. E kishtë gajle namazin. E kishtë gajle namazin, sa që po du me lezu transmitimin të tërin, që është përmendët, thumë galabe Omar Nazif, hatta gushje alej, thët pastaj Omeri u dobësu nga gjakderja deri sa i ratë fikt, edhe kur u kfil Omeri, i shikon të ftyrat e njerëzve që ishin për rreth tij, theke e sallu nas, au falen njerëz, fa kalu naam, i than po. Pastaj thaj Omeri radiallahu anhu, çka far fjalë të mëdha, Omeri ka thonë, mos thot dikush ka thonë hoxha, jo Omeri ka thonë. Kjo fjalë e Omerit. Ka thonë Omeri radiallahu anhu, la islam liman taraka as-sala. S'ka hisen islam ai që nuk falet. Omeri ka thonë. Se kanë herë kur po fol ndonjë hoxhi caktuar, o thonë, ekstremist kë. Omeri më dhe, mos Omeri ekstremist tash. Omeri më dhëtë, s'ka hisën në islam, aj që nuk fal namaz, aj që e len namazin, s'ka hisën në islam. Edhe këto të sahabët e pejgamberit s.a.s. ma vonë kanë mu diskutu mes djetarve, pi përtacis, jo pi përtacis, a qafer, a sos qafer, në kodë sahabeve, një njeri kur se kanë pa gjami e kanë logarit, ato për mushrikinëve kanë logarit. Që ata dhe hadithet kanë orë qartë dhe pejgamberi s.a.s. ka thonë, el ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salat, dallimi mes neve dhe atyre është namazi, kush e lën namazin ka bë kufër. Unë tash nuk po du me trajtu këtë çështje këtë moment, po du me thonë veç 2-3 fjalë shpejt, po du me thonë. O dashurit e mi, çështja e namazit është çështje e madhe. Allah subhanahu wa ta'ala ka përmend më shumë se 82 herë në Kur'an është përmend namazi. Këtë urresat fetare kur i kanë ardhur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i kanë ardhur përmes Xhibrailit alayhis salam, kur i ka ardhur puna e namazit, Allah e ka ngrit në 7 palçe. Çështja e namazit është e madhe, o dashurit e mi. Mësojuni namazin tjerëve, thirrni të tjerë namaz. Mundoni më u shpjegu vlerën e namazit, mundoni më u shpjegu do të thotë pozitën e lartë që ka namazit te Allahu subhanahu wa ta'ala. Të njëjtën kohë ata që s'falen trajtojnë me dhimbshmëri, vallahi duhet me trajtu me dhimbshmëri. Mos e merret çështu tash, mos u emociono për shembull ndër të ndiku mua dhe më shku tash në shtëpi atje e gjen ndoshta zoti na rujt babën, nanën, vllaun, gruan, ku ta diun e pa namaz, më janë nisë me të çun xhenem, ka thonë. Fale, bënë një strategji, domethënë që më ia bë dashur namazin. Çish më ia bë dashur namazin. Ama kjo nuk kupton që na kur të vjen dispozita e namazit tash na, jo. Omeri radiallahu anhu po thot. Omeri po thot, la islam liman taraka as-salat, ska islam ai që lën namazin. Por atë Omeri radiallahu anhu, që tash ka on transmetim, ka marr abdes, e ka fal namazin, e ka kënduar rekatin e parë surën Asr, idha ja nasrullahi wal fath, edhe ka lexuar domethënë pastaj surën Kul ya ayyuhal kafirun. Abdullah ibn Omeri që ka thot? E mora thot babën, tha e mbështeta, e vladi, vallahi s'është e lehtë me pa babën tu jep shpirt. E mora tha babën edhe ja qita kryt mprehen.
Edhe mundesha thot mja qit gishtat e dorës në varë me smilon me se gjaki tha i shkonte. I qit shagishtat thot tek varët e ti po badehova për gjaki hesë. E pom që Omeri po dënë me vdek. E prum shpejt thot një doktor edhe me këshyr i jepen me pi qumsh, kur jepen me pi qumsh pe krejt aty në vërimave ku i shtheri del ke qumsh të njëjtë si kurse që ka pi, atëre doktori tha le vasijetin a Omer, tha se demek i ki minutat e njeme. Atër Omeri radiallahu anhu i tha Abdullah ibn Abbasit, tha ja ibn Abbas, undhur men qateleni, tash i interesoj ke Omerit kur u kthell kush më ka vra. Undhur men qateleni. فجال ساعة ثم جاء pas një kohë, shkojnë një orë si me thonë, ertha Gulamul Mughira, të ka vra, tha, djaloshi i Mughirës, shërtori i Mughirës, tha. Shërtori i Mughirës për të cilin kom ndërmjetësu, se ka anë transmetimi ka ndërmjetësu Omerit të Mughira i ka thonë, ulja harajin, robit tënë, katelehu Allah, thot, Allah i dhe të vraf, thot. Edhe pastaj Omeri radiallahu anhu që tha, e tha këtë fjallë të madhe që ka ardhur në transmetim, tha Alhamdulillahi alladhi lam yaj'al maytati biyadi rajulin yud'a al-islam. Tha falënderimet i takojnë Allahut i cili e bëri që vdekja jeme mos me qenë në dorën, mos me qenë në dorën e një njeri, mos me qenë dorën e njeri që pretendon që o musliman. Në transmetim tjetër ka thonë, Alhamdulillahi alladhi ja'ala maytati ala yadi rajulin lam yasjud lillahi sajdatan. Tha falënderimi i takofshin Allahut që e ka bëu që vdekja me ardh për dorës një njeri që kur një sejdë se ka bëu. Demek s'm ka vra musliman. Pastaj dashurit e mi, Omeri radiallahu anhu kur u therr do të thotë i erdh lajmin krejt Medinën u shpërdo, edhe nisën njerëz me ardh me pa, hishin me e pa Omerin, duke e lavdu për punët e tij që ai ka bë, për momenteve që ai kisha veçu, është momenti kur ka hini djalosh. Një djalë i ri o hi me pa Omerin radiallahu anhu, edhe i ka thonë Omeri radiallahu anhu, ka thonë, Allah i ka thonë, o Omer, ti ki jep islamit shumë, qa ki boti për islam, pak kush ka bo Omer radiallahu anhu u prek për i fjallëve të këti djaloshi, tha vallahi, tha kësha dash me dalë para Allahut, kur gjohë mos me marë për këto, veç mos me marë llogari Allah subhanahu wa ta'ala. Pastaj këtë djalosh dëll edhe u largu, Omeri e pojti një sen, apo me thonë mandryshe një shkelje të këtë djalosh. Ja pojti teshen e ti që po i shkon të tesha zhag, i kishë rënë ndër zog të këmbës. Ju tha aty në tha ktheni këtë djalosh, ktheni. U kthy, tha ja gulam, irfa thawbak, ngrit e tha teshen tonde bizok të këmbës, se kjo më e pastër për teshen tonde edhe më e devotshme tek Zoti yt. Ulemat thonë se çka subhanallahu eladhim në agoninë e vdekjes, në momentin domethënë tu e lon këtë dynja, se ka haru Omeri radiallahu anhu edhe urdhërimin për të mirë dhe ndaljen për të keqes. E këshilloj atë djalë, e këshilloj për këto. Pastaj tha, ja për djemve ti, tha, këshirni tha sa kom borgj. Këshirni tha sa kom borgj. Sa është borgj jem? Tha i ki 86.000 dirhem. Tha merrini tha pi pasuris teme, pi pasuris teme, tha meri shkoni lani këto krejt. Nëse si ju dalin, shkoteni Beni Aditek, farefisi i ti, merrni mos gaboni me pranu pi dikuj tjetër pare. Si sa besnik dashurit e mi, i pari muslimanëve ka mujt mi thonë, qërë nëse si ju dalin paret, është arka e shtetit islam, edhe ka meritu. Nëse Omeri s'ka meritu me marë pej arkës shtetit islam, kush meriton pra? Ama këtu delin pa drejtësia e këti burit madhe, ne e kena përmend, dhe s'kam qare pa e përmend, nëse ju kujtot para 3 javë nëse ka bëjë konë, desha, 2 javë, kur gruja vete ka po të dalë me atë gjyben e ti, me atë thobin e ti, teshen e ti të harnu me të qkyme, i ka thonë me këta po dela. Sa që thuhet, kur i kanë numëru, thot i kena numëru, thot i kena gjetë 12 harna.
në gjybën e tij. Me çat gjybet njëjtë në shkuaj ka shtiru Kutsin. Sa Omeri ka dashur më kallëzu ummetit islam se ummeti apo njeriu nuk ngritet me tesha. Që për pat kesh shumë të ri sot. E pse edhe musliman, ai mendon se bëhet car nëse dhe shteshat shtrejta, e grani kërt shtrejt, e ka një vill, e ka një këta, e ka ata, vallahi, billahi, tallahi, këto kur gjos të bëjt e Zotë, ja, për kundra se këto në Zotin na rujt me bo, mës me i marë në formen e duhur, edhe mës me i trajtu, ashtu që Zoti ka kërku, këto mundën më të bo azab nëse në ditën e kiametit. Ama Omeri radiallahu anhu, me pelerinën e tij apo me gjybën e tij që më shumë se 12 harna i ka pas la gruaja vet, i tha atij, ka i tha, po pse s'pe merr brethania të rej me marr, tha, mi thon shokëve tu prej arkës shtetit me tablese, i pari muslimanëve, tha, ja vallahi, tha, jo. A nuk po mbron, tha, kjo prej ftoftit? Dhe me po më kryn punë. Njëjtën fjalja ka thonë edhe kuj Ebu Ubejd ibn Jarrahit, kur kanë shku me shliru kanë Kutsin. Ka thonë gjybja me harna, e harnume, me ndru gjybe se kanë dalë të partë, patrikt, e ulemate e hudive, të krishterve këtë, parije e Kutsit po të presin me të pa, ka thonë, nahnu kaumun e azzan Allahu bil islam, ka thonë, e në një popull që Allahu në ka bo krenar me dinin islam. Kur kërkojmë krenari dika tjetër, edhe lënë Allah, ka më na poshtru Allahu. Si musliman sot që janë të poshtru. Se sot musliman dojnë mu bo krenar me rachet mushrikinve. Dënë më konë edhe selefi, edhe ikhvajji, edhe kësi, edhe asi, i gjyb. Dënë me konë me Omerin gjennet e i pën pun dhe Ebu Gjehlit. Dënë më konë me Ebu Bekrin gjennet, ama rrugës Ebu Bekrit cec. Qëre ta shtu një përësi për dredhagjit, se kena dredhagjit, vallaj, billahi, po vjen keq që me dhe më vaki, do shtë në i hoqë. Qëre gajle e borgjit. Gajle e borgjit, s'po të me dalë Omeri për dynjas, për e la borgjit, për dhe të fmive, mere leni borgjin. Qa është halli me disa musliman zemonit tonë? E merë borgjin gajle se kabër, hiç si andina, po vëtan. Aja shkatron jetën tjetrit, dështë ato pare që ja ka marë tjetrit, aja me që ato pare egziston. A di qa shka, pasha Allah, për e thamë me plët përgjithsi, ka, më vjen keq që për thamë, ka rastisa, mu vetë ka rastis. Ti merë pare të bërë shenë rrugë, si mos me të pa kur që as janë një asyme me thonë, bëma halal dhe laj dashëm se s'ko mujtë mi t'i prua, sërbez. Edhe tani na thojmë, pse Kutsi është i okupum, pse dirë dhe gjaku muslimanve, pse, sepse jonë qëta. Me qëta, nuk hec dini për para. Atere, tha, sa jonë bashkë, da jonë 86.000 dirhem. Tha merin i lajni ato, qëjni krejt, pastaj Omeri radiallahu anhu dashurit e mi e krytja dhe një vasjet tjetër që e mundojke, edhe ishte dëshirë ti sa ish gjallë e kishë në mendjen e ti i rinte në mendje ky moment. Për çka është fjala? Është fjala për varrosjen e ti. I tha Abdullahu, tha, ja Abdullah, shko tha te Aisha radiallahu anha, te nana e besimtarve. Shko te ajo, jepi selam, thuj, po të bën selam Omeri i biri Khattabit, mos gabon mi thonë Emiri Mu'minin, prisi besimtarve, se unë nuk jam mu prisi besimtarve, se por që po del për kësaj dunjaje. Tha, jepi selam, thuj, po të bën selam Omeri radiallahu anhu, edhe po kërkon për i teje mi jep leje mu varos ofër dy shokëve ti. Ofër pejgamberi s.a.s. edhe ofër Ebu Bekrit radiallahu anhu. Thot Abdullah ibn Omeri, thot kur jom him brenda, thot e kom gjetë Aishën radiallahu anha, e kom gjetë, thot ullum të kojt, se në mërzit krejt sahabet kër e kanë morë vesh o thejrë Omeri radiallahu anhu, e kanë dasht Omerin. Aisha për konë se o shtejrë Omeri radiallahu anhu. Abdullah ibn Omeri tha, po të qënë selam, tha, Omeri i biri Khattabit, dhe po kërkon për i teje
që më varos me dy shokët e tij afër. Atëra Aisha tha kuntu uridu li nafsi, thot kom dash thot këtë vend e kom da për veti, me qenë afër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam burit vet realisht edhe afër babës, po thot vallahi thot këtë vend kom i halon unë, kom i halon tha Omerit radiallahu anhu. U gëzu Abdullah ibn Omeri kur erdhi të shtëpia pejgamberi Omeri radiallahu anhu pesha Abdullahin të orë. Pi thot familjarë, thot ulemni, thot. Edhe pekëshyr, thot, çka ndodhi? Tha ndodhi ajo çka po dën ti, tha prisi besimtarëve. Aisha radiallahu anha tha, e jepi vendin e vet për ty, ti do të varrosësh aty. Atëra Omer radiallahu anhu tha, Allahu akbar, alhamdulillah, tha falënderimi takon Allahu subhanahu wa taala, wallahi tha. Nuk kon pas gajle në dynje më të madhe se këtë gajle. La ilaha illallah, qyre gajle të Omerit. Gajle e më e madhe, kon që kur des, më kon i varosëm afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekrit. Allah i dashurit e mi. I betonan Allah subhanahu wa ta'ala, sare e lexoj këta, mërzit shumë. Se kjo kallzon qysh ka kanë jetu ata dhe njeri me që më du të mja po pyetjes vetës, qysh po jetojmë na? Qka jonë dërtët tona në dynja? Shqa këtë përdojtë, vallaj dhe nuk kam pas në dynja gajle më të madhe se mu varos afër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekrit. Qka është halli me disa musliman në zamonit tona? Unë besa tutna që jonë disa që s'mendojnë as të vari hiç, se shetu ja marë pasurin vllaut, tu i bozullin vllaut, tu i bozullin babes, nonës, grus, të vladit, gajle se ka këtë punë. Atër Omeri radiallahu anhu dashurit e mi, i tha Abdullah ibn Omerit edhe një herë, tha djali jem, tha, kur des une, edhe një herë thashkën të Aisha. Tha se po tut na, ndoshta ajo ma kalon vendin, i ka orë tërpë sa jëmë gjallë prej meje, e kur des shka dhe një herë, thuj tash për zdeku një për dhirë dytë, po të bënë selam Omeri dhe pe kërkon pe i teje, me jep leje mu varos ofër pejgamberi s.a.s. edhe shokit ti Abu Bekrit radiallahu anhu dhe kështu ndodhi. Omeri radiallahu anhu dashurit e mi, dëll pe i kësaj dynjaje, vdesh Omeri radiallahu anhu, po, wallahi billahi se Allahu ka thonë në Kur'an, inneke mejjitun wa innehum mejjitun. O Muhammed, ti do të vdesësh dhe ata do të vdesin. Ka vdek pejgamberi s.a.s. Ka vdek Abu Bekri, ka vdek Omeri, Uthmani, Alija, ka vdek këtë ata sahabët pejgamberi s.a.s. Kena me dek edhe na. Wallahi billahi, edhe unë ka me dek, edhe ti ki me vdek. Po, ajo që ka dut me ta gry gjoksin mrenda është si ki me dek ti edhe unë. Po, unë e kom një ymyt se ai cili jeton jeton të i dash këta bura, jeton të i dash të Rasulin s.a.s. Të i dash sahabët e pejgamberit s.a.s. Të mundu me hetë së rrugës tëne, edhe pse e shë se cilin në vetën e vetë mangësin që e ka, po nëse mundohet robi, jeton me fjallën e Allahut, me sunetin e pejgamberit s.a.s. Vallahi billahi ka me jetu bashk në gjennet me Rasulin dhe me të tjerët. Se ka thonë vetë pejgamberit s.a.s. El mar'u ma man ahab, njeriu do të jetë me ato që e don. E na me vepra nuk mundem ju afru këtyne burave. Ama një send e kena të sigurt, unë e për veti, thëmë edhe marguzim me thonë edhe për këtë juve. Se na e dojmë pejgamberin s.a.s. E dojmë Abu Bekrin, e dojmë Omerin, e dojmë Uthmanin, e dojmë Alin. Zotë mos me i padosh këta bura s'kishin folë për ta. Po pse i dojmë edhe folin për ta, edhe mundohem më jep model të rive, si do mos zemonin tonë, kur po mungojnë modelet, më jep model që këta ju në modeli i jona u dhënë. Edhe unë e lusë Allah subhanahu wa ta'ala që Allah me na bashku bashk me pejgamberi s.a.s. me Abu Bekrin, Omerin, Uthmanin, Alin dhe gjithë sahabët e tij në xhennet. E lusë Allahun për këto 7 ligjërata që në mbajt për jetën e këtij burit madh. Unë e them me plot gojë dhe me plot krenari, e thëmë se për mu është krenari me folë për këtë burë. Unë e di që kom lonë shumë që ka mungi për jetës Omer radiallahu anhu. Po jo mundu
diçka me përmend, me pas informata ju rreth këtij burri, edhe nuk e kem bëu këto veç pse e dojmë vallahi Omerin, e dojmë Omerin, edhe i urejmë ata që e urejnë Omerin, edhe shpresojmë se kem më u shoqëru me ta në xhennet. Zoti na bof nasib me pa fytyrën e tij të bukur në xhennet, e me ndajt me ta, e mu kënaq në xhennetin e Allahut subhanahu wa taala me këta burra të mëdhej. Atu ku ja kem qelluar për nisive të Zotit, ku kem gabuar prej me dhe shejtanit. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ju shpërbleft edhe njerë për prezencën. Inshallah taala tash do të vazhdojmë si ka ardhur te xhilafeti, si Omeri ka lënë vasijet, apo se ka jep dhe të porosin se si më ardhë halifja. Jënë caktu emrat, po une nuk kom dasht në këtë ligjerat me i përzi, kom dasht me kom ligjerata e veçant, veç për vrasja si ka ndodha Omer radiallahu anhu. E inshallah tash kur tim të Othmani kem me kuptu bashkarisht qysh ka ardhë khalife Othmani radiallahu anhu, ardhë i veç shpallum, apo është propozu për dikuj qysh tek kem me kuptu bjeni lej ta'ala në ligjeratën tonë të arshëm që vjen do të tëtë pas 2 jave, se javën tjetër e kem librin Smundja dhe ilaçi. Edhe njëherë Allah shpërbleft e ju nderoft, faleminderit për juve, e lusë Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që në këto minutazh do të tëtë këto javë që kem folë për jetën e këtij burri të madh, Allahu të na shkon për sevap, na peshojnë peshorën e veprave të mira, edhe të jetë kjo sadaka për shpirtat tonë, sa jam dynja dhe sa nuk do t'jem për shpirt temi në shpirt juin bashkarisht. Inshallah Zoti po them njerën na bën nasib mu shoqëru me këta burra në xhennet. Allahu shpërbleft, Zoti ju rujtë ju na bashkoftë në xhir. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.